hajde më thoni. Eli, pak nuk po pajtona me kitë komentatorën tonë. Argnesën? Jo pak ma heret tha, këtyne herë, kanë dashurue, po nuk kanë mujtë më martue. Qështu rëthonat për shemëll, jo, këtyne herë nuk, kjo nuk, une nuk e qujtë dashuri. Nështë është simpati, se dashuri do me thonë me kalu me atë person që ke dasht, ose... Po, një periud të gjatë, po. Ha, këtyne herë një në kanë kushtet e rona, ti për me kalu dikun për shemëll para 30 vjetë, 40, ose e ke pa dikun të ka pëlqyje, pa aja nuk është dashuri, aja është vetëm simpati. Kështu që Eli me mësit u konë shumë a mirë këtyne herë se sa sot. Për arsye se për shembull, mësiti u kanë ndërmjetësues, nëse ty diçka të ndodh ose mua, atëherë mësiti ka marrë përgjegjësinë, ajo dash me zgjedh problemin. Kështu që sot për shembull na, që unë ku marr burrin vet, unë nëse kam diçka problem me burr, unë nuk më shku mi thon vllaut më mund diçka, se vllau ma bën e ke zgjedh vet. Po pra. Zgjedh problemin vet. Kështu që tash po lina edhe te nona jam e ka marr babën pa. Edhe Shaqir Servadiku e kënë një kong thëtë, nona e baba hiq pa, ka 10 fëmijë kanë ba. Kështu që edhe baba, se baba më ka vdek, deri sa ka vdek, ka thonë, nonën tonë e kom pas edhe grue edhe kom pas vlla. Se gjithë koncert, në krahum ka ju dhe ata kanë kalu shumë mirë, po që edhe une, sot kaloj mirë me burë, ama nona jam ka kalu shumë mirë edhe pse së pa. Kështu që ma mirë për menimin tem, ata që me mësit se sa na sot. Para 2-3 dite në të veken do themna qështu si t'juve, si ju të reja, edhe njona tha, koha e sotit është shumë e randë. Para me në gruja 30 vjetë me një burë edhe sot tha del thët jo, nuk muj me bajt ma, është konsumu dashuria. Që është konsumu dashuria 30 vjetë rinë me një burë? He, kjo është jashtë normalës. Aj zotin arruj, po gjytërëm sakat me paskon aj burën e kur për jesë i shaqit për atë fjallë u konsumu. Këtë në herës të konë, fjallë a konsumim. Tash jo. Ta një dhe dikush tjetër tha, parameno, tha, njona tash ishtë për një shpull, ishtë do për i burit. Unë kur për jetë, si sha do, për një, për 2, për 3. Se tha, mas gjysore, se mas njore, me njëheri bjena i pishmën, se për shamull ti mos me falë. Po pra. Nuk mundesh me u prish për gjanat vogla, sepse keq kuptime kemi gjithë se cili. Shumë e sakt. Nuk po them asnjëherë, unë asnjëherë si jam pro dhunës asnjëherë, sigurisht. Edhe shuplaka gjë e më keqe që mundet me ndodh, po prap e din që keq kuptime kemi gjithë se cili, ha. Ajo tha nëse dhuna vazhdon sot dhe një, se rëmas një mujve, ajo tha ke diçka tjetër. Po, sigurisht. Për një shuplak ti për lajmërën polici burin, unë kur për jesë e isha lajmërën, as për një, as për 2, as për 3. Unë mendoj që matrana e në disa komentet burrave që dhe i shojnë bashortet e tyre dhe i ofendojnë, se sa gjana tjera nga njerë. Po, Eli, nëse falë, zotin ashe, falë si në zotin e një manë. E atë zullum qarin, jam shumë e sigur që ka me denu, po adin që thoi një fjallë popullore, veç sabër. Sabër, nuk ka ma mirë se me konë sabër like. Sabër i thoi një fjallë popullore, selametin. Shto që une jam, Eli koha ma për para mu pëlqen, se ajo ka qenë natural edhe ka qenë, dhe që shumë duke si bio, kena pas traditat mira, tash, Eli përbis tash, jo, tash katastrofe që inshallah do zotin ndrejse të përmisohet. E dashur, tha ndrej shumë për telefonatën. Kalofshi bukur Eli, punë e marrë. Shumë shëndet edhe ty. Dhe ta lidhe me zonjën diçka. Kur i përmendi gjeneratat e vjetra po flasë këtë rasa për prindret e mi, prindret e zonjës, prindret e gjithë neve. Ne imi e gjenerata që prindret e tonë, dashurin që e kam pas, na gjithë se cili kimi qef ashtu me pas. Krejt, unë mendoj që një kafe më gjesë me bashortin ta, ndoshta ka me të ndrejq krejt ditën, o sot nuk mundesh me pi as kafe me bashortin ta, ki marrë të puna me pi, apo me kolegë të punës, edhe nuk e shefare. Prindret tanë e kam ba. Ne krejti kemi shembuj prindrit tanë. Po nëse flasim për shuplakën edhe nëse flasim për... Sepse kjo puna e shuplakës ka dalë për një reality show, në fakt. Po e nisim aty, pastaj ka filluar diskutimi në studio tjera. Nuk them që është mirë, asnjëherë, dhe s'besoj që dikush e pranon, është gjë më e keqe që mundet me ndodhë me ra shuplak një femrës, ë? Po flasim që keq kuptime kemi gjithë secili. Tash Agnesa nuk e pranon asesi, po s'është e pranoj asun, e di pak a shumë me karakterin tim, nuk e kisha leju. Po prapë mendoj që matrona janë disa ofendime që i bajnë ndaj bashorteve tyre, se sa një shuplak e shumë gjëra tjera që i bajnë. Po mos flasim për tradhtinë këto gjëra tjera, po Arnisa. E thash edhe ma herët, nuk durohet as dhuna psikologjike, as dhuna fizike, as pak, është mesazhi më i keq që mundet më dhon, as me duru një shuplak, pas me duru fjalët ofenduese.